Shikues të nderuar, asalamu alaikum. Në shënim të 7 marsit, ditës së mësuesit, duke nisur nga fakti se mësimdhënia dhe mësimnxënia janë detyra të shenjta, kemi dashur që të shkëputemi paksa në këtë javë nga temat tona me të cilët do të vazhdojmë që kanë të bëjnë me shoqërinë dhe gjendjen sociale. Për ta shënuar ditën e mësuesit që kemi të ftuar një mysafir të veçantë dhe special në studion ton. Është një veteran i arsimit, posaçërisht i arsimit fetar, profesori dhe hoxha i nderuar dhe i mirënjohur për të gjithë dashamirët e dijes. Është profesor apo mësues me karrierë të gjatë, autor i disa librave shkollor dhe të tjerë, autor i librit të parë lidhur me profetët e Allahut, Historia e pejgamberëve. Pra, kam nderin të prezantoj para jush të nderuar miq, Hoxhën e nderuar Bajrush Efendi Ahmetin. Hoxhë nderuar, kemi nderin dhe respektin që ju jeni sot me ne tek emisioni Zero Arsye. Andaj mirë se erdhët. Mirë se vizita, faleminderit për ftesën. Jemi në prag të 7 marsit. Duke ditur se ju gjithë karrierën tuaj e keni kaluar si mësues, mësimdhënës, edukator, pedagog e kështu me radhë, atëherë a mund të na thoni çka ju shtyri që të bëheni mësues? Kjo për kujtime, si më thonë këtë ditë e mësuesit, mu më duket se nuk është me vend vetëm për një ditë, ose 8 marsi dita e nonave e gruas e tjera, pa ato duhet të përmenden edhe të kemë parasysh gjatë gjithë kohës mësuesit, se mësuesi është, apo detyra e mësuesit, si mas me është detyra e shejtë. Unë e kum vujt një 10 vjet pa shkollë, po mendoj vetëm me 4 klasë fillore, kushtet ekonomike nuk më kanë lejue, edhe me qëtu 4 klasë fillore prej vitit 52 deri në 62, kam qenë me qëtu edhe ushtrin, e kum krye me qëtu 4 klasë fillore. Ishëm në Katun, mandej erdhëm në Prishtinë, po edhe këtu deri diku nuk u rregullua çështja derisa e kreva edhe ushtrin, mandej u bën 3 vllazën, se da kemi qenë 7 vllazën, u bën 3 në punë, u pëlqen kushtet, edhe kërkova prej vllazërve që am lejoni tash të shkollohem, ata thanë veç a munësh, edhe kum fillua, kum dhona ato 4 klasë tjera. Kom shku një Katun që ati në Këqikull, dhëshin provime private atje, kom dhonë në qershor klasën e 5 edhe të 6, në gusht 7 e 8, edhe mas ushtris kom fillua në medresen Alaudin në Prishtinë. E tash, ajo më ka shty, se kom pas dëshirë të madhe, edhe pse u vonova, kur kish vullnet, nuk ish von kur. E para të edhe jëmë përcaktua se njeriu kryen shkollë të mesme, kryen fakultet, po duhet me vazhdue që për me qenë maj fort, në drejtim duhet mu përsërit. E ai që ep mësim, ai përsërit gjithherë, vazhdimisht edhe para ta e kom zgjedh këtë edhe mu ka dhonë mundësia mu punësue, po sa im këthy prej Bagdadit nga studimet, atje kom diplomu në qershor, me 1 shtator, veç e kom fillua punën, edhe ashtu kom vazhdua deri në fund. Ju tashmë jeni pensionuar. A mund të na tregoni sa kohë keni ushtruar detyrën e mësimdhënies, përkatësisht nga cili vit në cilin? Nga viti 72, 1 shtator 72, deri 1 shtator 2005. Me një ndërprerje kom qenë një vit në Libi, për kthyes të punëtorë tanë që shkojshin atje të mjekësis, kom qenë një spital atje një vit, a 32 vite i kom kalua në medrese. Çfarë kanë qenë kushtet atyre kur keni zhvilluar ju mësimin? Në medresen e vjetër kanë qenë kushtet e vështira, po ma të vështira kanë qenë për nxënësit që kanë nejtë aty, se ne kemi majtë mësimin e imi shku në shpi, po për ata kanë qenë bukur të vështira, por vendosmëria e tyre edhe jona mrena mundësive nuk kemi kursyja asgjë,
edhe kemi arrit sukses të lakmueshëm që nxënësit tanë janë ku kanë shkuar edhe në fakultete tjera janë treguar të suksesshëm nga se aty përfitojnë atë shprehin e punës edhe janë treguar të suksesshëm. Po, nxënësit tuaj me që përmendet ju përshkruajnë si një njeri shumë i drejtë dhe çdo herë keni arritur që ta mbani orën nën kontroll pa përdorur dhunë asnjëherë. Si keni mundur të arrini që të bëni një gjë të tillë kur dihet se në shkollë fillore fëmijët janë të mitur dhe nganjëherë nuk janë në gjendje që t'i përmbahen edhe shumë rendit shtëpiak apo rendit shkollor? Atë e kom bë me respekt reciprok. Edhe unë i kom respektuar nxënësat, edhe nxënësat kanë respektuar mua. Po në shkollë fillore në medresja është prej vitit 1962, është e mesme. Sa do kudo, kur kanë ardhur, sidomos tash mas këtyne ndryshimeve të planeve, tash kanë ardhur përpara kanë ardhur me 8 vjeçare, tash edhe me 9 vjeçare. Edhe kështu që është përcjell ajo, po përcjell ke gjenerata pe gjeneratës, se çështu filan profesori ka që tu duhet me nejtë mirë, edhe unë e këmë dash disiplinën, se pa disciplinë nuk ka dhe mësim. E ata i kanë përmbajt atyne, për ndërë të tyre, unë 32 vite që këmë dhonë mësim, unë nuk këmë dhonë unë gjënë kërë. Tash më ka me shprehi edhe në xhamia kur majnë në ligjerat. Çfarë ka qenë metoda? Çfarë metode keni përdorur që ju ashtu të veproni? Unë ka lënë për shtypën një profesor në Bagdad, në Universitetin e Bagdadit, ka ardhur prej tjetër universiteti, se ne i zgjodhen në ndanë të hujtishëm edhe shqiptar, edhe bosnjak, edhe turq, edhe malezi, edhe indonezi, në vende të ndryshme, në ndanë, edhe dekanati ka biseduar se këtyne duhet mja u zgjedh profesor më të mirë, e ka pas edhe të Universitetit Bagdadit, ka pas edhe të Universitetit tjetër Musten Sirie. E një profesor doktor Yunus Samaraj, ai asnjëherë nuk ka ligjëruar ulën. Asnjëherë. Edhe ndoshta ka ardhur ndonjë student, masti ka hy, nuk i ka thënë pse je vonu, pse ke bashtu, se ka nalë të i spjeguve që ka bo me dorë shkollu, ajo ka bo për shtypje, edhe me nejt në kam, po e përcjell situatën, po e përcjell nxënësit, edhe ata sigurisht e kanë pas në konsideratë se une për ta përri në kam. Me gjithë ndorësha ka njëherë kam qenë edhe i smur, e jëmë majtë në tavolinë, po prapë se prapë, me ligjëru, kom ligjëru në kam. Po, ju jeni mësues dhe hoxhë në të njëjtën kohë. A ka ndikuar feja, edukata ju e fetare që ju t'jeni kaq i suksesshëm dhe të gëzoni kaq shumë respekt nga nxënësit tuaj? Po sigurisht patjetër, se duke ju përmbajt fjalës së Zotit xhaleshanuhu, fjalës parë që i ka zbrit Muhamedi alayhis salam, ikra, lexo, mëso, studio, duke ju përmbajt asajna, po edhe të gjithë edhe muslimanët e parë, Aliu radiallahu anhu ka thonë, men allemeni harfen, fakat sajreni abden. Ai cili ma mëson një germ, ai më bën rob. Ashtë shumë që i ka thonë rëndësi asajna, edhe unë në bazë të atyne, këm pas për 32 vite, s'kom pas problem mes një nxënës kur, njëherë më ka thonë një nxënës këm ditë. Kure në tova nuk i pëlqej, ka qenë për i bosnjakëve atje, tha znao sa më thash, pa to, e lërcëj, a ke ditë, as ke ditë, se kur një problem s'kom pas, kemi pas nxënësa të mirë, ndoshta që s'ka. Kur kun, në gjatë atësaj kohë, 2 nxënësa i kemi avansua, pe një klase kemi qitë në tjetër, një për i ty në është një që ligjëron këtu Ekrem Avdiu, unë e kom qenë kujdestari ti, po një vjet ka pauzuaj, nuk e pranum, nuk kish vend. Kur erdha atëherë, e kreu vitin e parë, e pam kapacitetin e ti, edhe i propozora këshillit arsimor
që këtë njeri duhet me avansue edhe kemi qitë e ka kry vitin e parë, tretin. Dhe me siguri që ju mburën i sot kur e shihni. Pa sigurisht mburna dhe ndigjoj me mendje ligjëratat e tij kur po i man ai. Edhe një tjetër është tashon Tirani Ramizeka, edhe atë e kemi avansue se ka qenë zonë fëmi. Po, hoqë të ndalim tash tek një rafsh tjetër. Ju, si që thatën edhe më herët, keni ligjëruar një kohë të gjatë, madje edhe në kohën e okupimit, në kohën e komunizmit, kur Serbia pra ka pasur regjimin atëherë. Mund të na e tregoni ndonjë rast të veçantë, një pengesë më të madhe që keni pasur në atë kohë si mësues? Që nuk kemi pas pengesat hapta, nuk ka pas. Edhe është i vetmi institut që nuk, edhe gjatë protesteve dhe gjatë luftës që nuk i kanë duar Serbia aty, nuk ka pas drejt për zdrejt. Unë e kum pas një farë të lashje njëherë, se kom qenë delegat i Bashkisë Islame të Prishtinës në lidhje socialiste të komunës. Aty të një kom diskutu une, diçka që su ka pëlqy atyne, e ka pas bukur përplasje, bukur tendenca me më largu prej procesit mësimor, se ka pru kjo ide, se ka stiju e jashtë, por me gjitha te nuk ja ka në rrit. Ka qenë në rilindje një kronisti, që aty një që e një gazetar në 78-ën, me 13-12 muaj 78-ën, ka shkrua se Hoxhëllarët pe trubullojnë ujtë, po peshkojnë, edhe feja është helëm. Mandej ne e kishëm ma vonë, mas një jave, ishte kuvendi i lidhjes socialiste, edhe në pregadita, edhe kundërshtova, thash që kjo është e pa drejt mu kontrolua, apo mu konsiderua feja si helëm. Thash, unë nuk di që o helmu dikush me feja ka vdek, e kështu me radhë, mandej u quen, s'po du me i përmen me emra, veç po më sulmun, edhe një grua që o quen një funksionarit, është gjallë halejo, ajo se kish di që une jam fenë, tha ky, po më që ditë, tha ky djalliri, në vend se me sulmu fenë, ky pe më pronë fenë. Tone ajo tha unë e di raste që është helbu në ndikimin e fesë edhe kanë vdek, i pruni dhe plakave që... Në çfarë forma ju sulmuan atëherë? Sulmuan se ju pse në ndikimin e fesë fëmijët, që e grua thak, fëmijët kur kanë temperaturë, si qojnë të mjeku, i ngjesin pejt kuq, mi ju hjek temperatura, edhe fëmija vdes. Ose gratë që kanë me lindë në ndikimin e fesë nuk i qojnë, atjete ku lindin në spital, lindin të shtëpia vdesin. Une, edhe atëherë, kjo ka qenë 78-ën, s'ka pas replika atëherë fort, une qova dorën mi bot dosjarime, kryetari i lidhjes socialiste, Zoti Boft Rahmer, shala ka bo se ka vdek, me tush Ballabani ka qenë kryetari i lidhjes socialiste, kanë nxjerrë prej situatës, edhe ma boni me kry, tha mos fol. Edhe një herë u qua, edhe një tjetër, apet mos fol, tha ka mu, edhe a i tha, unë, tha jam i mendimit, tha edhe ju me mu duhet besoj një të mendimit, tha referatin, tha mja pranue, me meti pranu. Mirë po të një masanej, Petrazun edhe ma shumë tjertë, e shkuën të një, unë edhe kisha duke kërku një leje për historinë e pejgamberve, 11 muaj ma kanë majtë në sekretarë për arsim e kulturë, nuk e qitëshin, mora vesh ma vonë, nuk e qitëshin atë në përmbledhje, e ma ishin qashtu. Shkova disa herë, për me më largu mu, me më frikësue, tha në metë komiteti me vendosë. Qysh komiteti, në drejt shkova në komitet, dhe shkush përzgjidet për arsim e kulturë, dhe në drita Dobroshi. Takova edhe me ato, jo, po feja është e ndame, e njësi po me vazë mua, dhe ashtu në kajti di,
për në qitë tekst, a duhet më përzi komiteti, as duhet? Tha, jo, s'duhet. E kur jëm shkue të profesor Paezit Nushi, ka qenë nën kryetar i Këshillit Ekzekutiv. Dhe më ka prit mirë, edhe ka thonë, po më befason, qysh mos më dhonë përgjigje. Po, jo, tha po. Qaj që o përcaktu për shkollë ushtarake, duhet bi pas mjetet e shkollës ushtarake. Aj që o përcaktu për fe, duhet bi pas ato, mi pas edhe mjetet e librat, kur kom ardhë unë, s'ka pas as një një faqe tekst të historisë islame që e kom dhonë une. Edhe në men një mendimin e Zotit, kom fillu edhe mërëna 2-3 vjetë i kom bot të gjitha klasve, jo kom bot tekstet. Po, të kthehemi edhe njerë tash tek medreseja. Sa ka qenë e vështirë në kohën e komunizmit të ekzistonte një institucion fetar shkollor, pra si që ishte medreseja? Po, ajo ka qenë që ashtu në kushtet të vështira edhe pa asnjë ndihëm. Asnjë ndihëm nuk e ka pas prej shtetit. Po, me gjithate, njerëzit bujar, njerëzit të cilët ja donë të mirën fes, kanë dhonë, e kanë majtë, kryesia me disa mjetet veta, se ka qenë nën kujdesin e kryesis, edhe kështu kemi mbijetue, edhe kemi pas sukses, që unë mburëm atë sukses që e kanë pas, jo veç une, po të gjithë shokët në lëndë të tyre. Po, në periudhët e me vonshme, a keni pasur numër të knatshëm të nxënësve që kanë aplikuar në medresen Alaudin? Gjatë viteve të 90-ta e deri mas lufte, jo të kënaqshme, po ka qenë e stërngarkuar që nuk mundeshim t'i pranojmë. Disa vite, për një vend, 16 kandidat kanë konkuruar. Edhe kemi zgjedh, kemi pas edhe mundësin ashtu mi zgjedh, edhe kemi marrë. Me gjithse, ndonjëherë është dashur me marrë edhe me sukses të mirë ndoshta, a kemi mujtë me marrë gjithë me sukses shkëlqyeshëm, po për shkak të rajoneve, disa vende që s'kishin hoxhallar, kemi marrë edhe me sukses më të dobët për me përthekuar krejt. Me formu kuadrën. Edhe me gjithat, kjo ka qenë, nuk ka qenë veç për Kosovën, po ka qenë edhe për Maqedoninë, edhe për Sanxhakun, edhe për Malin e Zi. Deri në 84-ën, ata e kanë bërë vetën në Maqedoni, e kanë bërë në Shkup, mandej kanë bërë në Sanxhak, kanë bërë ata, tash e kanë bërë edhe në Malzi, e tash veç për Kosovë. Po, a sa gjeneratët të nxënësve keni përcjellë ju, a keni llogaritur? Unë i kum llogarit, po unë kur kam ardhë, do i kum gjetë vit 5. E tash për çdo vit, ne kemi qitë ka një gjeneratë. Do të 32 vjet, 32 gjenerata, i kum dhonë një vit, atyne, po të një tjerëve, deri sa ka numri që kur i kum marrë une, gjeneratën e parë që i kum marrë une, si kujdestar klase, 72-shin, e kum marrë një gjeneratë në vit 2, së në parën s'kishin pas kujdestar, e ashtu i kum përcjellë veç 32 gjenerata. Keni përcjellë 32 gjenerata dhe si kujdestar klase? Jo, si kujdestar klase. Si kujdestar klase i kum përcjellë 7 gjenerata. Po, çka veçoni nga ato 7 gjenerata ju? Po, veçoj se tash larg lavdit, po kum pas sukses, e kum majt klasen më të mirë. Mas mbrapa gjeneratën e funit, e kum krye të djemt në 79, jo po si 98, 2002, e kum përcjell një gjenerat, 32 kanë qenë 23 të shkëlqyeshëm. 23 të shkëlqyeshëm. Mandej, kum kalue me insistimin e drejtorit, tash me ftivët Tërnava, edhe një shok tjetër që bashkë që 44 vjet, të vajzat, a e kishte një klasë, mërë nuk e prita mirë fort që ato vajzat, se pak ma me zërmi, për djem e dishin ata mirë, po me gjithë ata
e mora edhe atë gjenerat, e kalova, edhe ato 28 kanë qenë, 16 shkëlqyshme, edhe i knaqën me to, e mandej 2 vjetë, po 3 vjetë këmë donë, pa qenë kujdestar klase se ju afrojsha pensionit. Po. Hoxhë, ne do të vazhdojmë edhe me pyetje të tjera për këtë çështje, por fillimisht do të bëjmë një pauzë të shkurtër dhe më pas sërish do të rikthehemi që të flasim për këtë temë. Të nderuar teleshikues, u rikthyem në studio, kemi të ftuar Bajrush Efendi Ahmetin, me cilin po flasim për ditën e mësuesit. Hoxhë i nderuar, gjendja e arsimit dhe edukimit fetar edhe pas 13 viteve të çlirimit të vendit tonë dhe 4 vite të pavarësimit, e vetmja mënyrë organizimit për t'u mësuar fëmijëve shumicë musliman në Kosovë është xhamia. Si e komentoni ju këtë realitet? Valla, ky realitet është i hidhur, për fat të keq, edhe nuk e komendue se do të hasim kësi pengesa mas çlirimit, mas largimit të okupatorit, edhe kjo nuk është një gjendje lakmueshme, kjo se duhet me pas lirisë, liria njeriu, ose demokracia, se ato janë e para është të besimi, të feja, e mandej duhet me pas ma shumë hapësirë për me i edukue, se une po mendoj që me qenë të edukuem fetarisht, është ma letë edhe për mësuesin, ma letë edhe për shoqërinë, duke u bazuar në medrese. Medreseja punon prej vitit 1951, ka qenë e ulët, deri në vitin 1962, ka qenë me atë programin e medresesë ullët, e tash edhe prej 62-shit, deri tash 2012, nuk është renua asë një ekses, asë një nxënës arsimtarit nuk i ka këthyje, sikur që kemi ndigju vjetë në Gilan, shkolla Selami Halaci, ku rehet profesori, ose diku tjetër, të na nuk ka ndodhë kur. A mendoni se edukimi fetar do të përmirëson të këtë gjendje? Sigurisht se po. Ajo është e sigurt se po, se ai që e njeh fen, e njeh Zotin, kur të njeh Zotin, i njeh edhe rrethonat, edhe prindin, edhe mësuesin, edhe atë, e tash leka i madh i kanë thonë, pse pe mandon ma shumë mësuesin se sa babën tënë. Leka i madh thot, unë atë e bandoj, thot se baba ka qenë shkaktar që i mardhun në këtë botë, ku më zbrit poshtë. A mësuesi është ai që po më ngrit melt mua. E sigurisht se me qenë të edukuar, atëherë e njohin edhe prindin si prind, edhe mësuesin si mësues, edhe fëqiun, edhe shokun, edhe të gjitha kishin me qenë ma të mira, sjelljet më të mira. Po, hoxh, të ndalemi këtu tek një pikë. Më herët e përmendet se në kohën e komunizmit është thënë se feja është një opijum, është një vrasës për njeriu. A mund të na krahasoni kohën e sot me atë kohë paksa? Qyre tash nuk thuan me folin, po çato e kanë apet. Në qatë sistem shkohet edhe tash. Megjithse nuk me fjalë nuk kundërshtohet feja, por me punë kundërshtohet. Edhe me qenë se e kanë edhe pak përkrahjen edhe të pushtet mbajtëve, edhe të udhëheqësve, kishte me përparua edhe ma shumë, kishte me përparua arsimi ma shumë, edhe kishin me dalë gjenerata më të forta, më të urta, më të qeta, edhe se ai që e din fen, ato ai nuk mundet me bo kundërvajtje. Ndoshta ne kundërvajtje duke le bën, pa ato që ato që nuk duhet, nuk i bën. Të nxënësit tanë, as nuk o zonë kush me alkohol, as nuk o zonë kush me
me drogë, asnjë, e sigurisht që kanë ndikue edukimi fetar. Po, që të arrihet dhe të përmirësohet gjendja në këtë aspekt, pra në aspektin fetar, a duhet të drejtohemi vetëm tek institucionet tona apo edhe tek ndonjë institucion tjetër siç është familja? A duhen edhe prindrit të ngrehin zërin për të përmirësuar këtë gjendje? Po sigurisht, po tash është familja duhet, ai mësuesi i parë është nona. E familja, qysh janë familja, ashtu shkojnë edhe ata, po edhe këto duhet me kërkue, jo vetëm pse pe kërkon Partia e Drejtësisë për shembull, ose pse pe kërkon Mufti Tërnava, po duhet ajo kërkesë me qenë të gjithë muslimanëve për mi pas fëmijët më afër veti, duhet mi pas të gjithë, e jo veç këto për shembull si zyrtare. Po ajo është një nevojë për të gjithë njerëzit që e donë qetësinë, e donë me pas më të edukuar fëmijët e tyre. Po, Hoxh, gjatë periudhës sa ju keni dhënë mësim, a mund na tregoni se sa kanë qenë të interesuar prindrit që të kujdesen për fëmijët e tyre, që t'ju vizitojnë juve, që të pyesin për fëmijët e tyre? Kanë qenë, ma shumë kanë qenë që ata që i kanë pasë në zonë si të matë dëptë. Me ftesën tuaj apo vetëm janë? Jo, vetë, se me ftesën, unë për veti personalisht, kush më ka bo mungesa, për mungesa kam qenë alergjikës, se nuk mundet një nxënës, sukur ai që dëgjon mësimin, si ai që bon mungesa rindikun, s'mun, se me kanë ashtu që veç me lexu librat e me lexu temat, atëherë shkollat nuk do të shkollat s'ka nevojë hiç, veç mësonin libra dhe u bë krye. Po duhet me qenë aty, edhe ai që më ka bë mungesa, ato ja kom thirr, si ka shku te shtatshi, ja kom thirr prindin. Kanë ardhur. Po është edhe një gjë pozitive aty në medrese, se asnjëherë nuk e kanë krah fëmijën, për shembull, marr prindi me thënë, ja bëni kështu, ja keni kështu asnjëherë. Këtu të tjera shkolla po thonë, s'm ka ndodhur, veç po thonë që e përkrahin fëmijën edhe pse se ka mirë. E në medrese ajo nuk ka ndodhur asnjëherë. Po, Hoxh, si e komentoni mohimin e të drejtës për të ushtruar bartjen e shamis në për shkollat të mesme, kur shohim se po përjashtohen nga shkolla? Ajo është një shkelje flagrante e drejtës së njerëzit. Pse mendoni kështu? Pse kush ka duan me vesh? Tash unë kisha të gjithë ata të cilët e mohojnë atë, apo janë kundër saj, kisha me i pyet, a më shëmtuar është një vajzë me shami, a këto që po dalin po kcejnë e po knojnë në brek? Cila është më shëmtuar? Kisha me i pyet. E sigurisht se ajo që vishet me tesha serioze, me shami, ajo ka dignitetin e vetë ma të mirë, edhe ma e respektuar se ajo që del në brek, jo kemi kalu të gjithë tjerve, për para theshin si polakët, jo tash si shqiptarët. E për ata është një gabim i madh i shoqërisë, edhe edhe peshkelin edhe kushtetutën. Se këta jo me do urdhën administrativ. Urdhën administrativ është diktaturë. E kjo s'është me vend hiç. Kjo duhet edhe këtu ka edhe diçka që po e përzijin, pa thonë me peqe, peqe, nuk është peqe. Peqe është ajo që e mbulon fytyrën krejt. Ato i njek 52-ën. E ta shtu një qëtë kërkujnë ato. Po qëto këtu edhe me shti shamin shkolla. Jo me shti shamin shkolla. Po me shti me lejua kush dënë. Se kur kush nuk po i detyron. Po kush dënë, leta ketat të drejtë. E nuk o me ven kjo. Duhet hiqet ai nën, apo qaj urdhën administrativ të tërhiqet, e kush dënë. Mja impënues, mja impënon kur kush, po që atyne, tash,
Ka po thonë, tash edhe me një farë ligje e kanë përmen me bo shkollën e mesme të detyrueshme, sikur që ka qenë ajo. Mirë po, ti po bashkëve jo, ti jo. Këta tjerë dhe të mësojnë, ti jo. A sa shkelje kjo? Kjo shkelje dhe madhe. Nuk është me vend. Të gjithë janë për mësim, e tash ata që janë ma të afër ashtu, ma rrinë, ma të sinqert, me i largue, është dëm i madh, është krim me largue vajzën, pse ka qitë shamin me largu prej shkolle. Po, çka mund të na ndani nga përvoja juaj si mësimdhënës, diçka më interesante që ju ka lënë bresa më së shumti? Mu më ka lënë bresa ditarin që se kum përdor 3 muaj kam qenë i smut, i mbo operacion kurriz, edhe nuk kam mund 3 muaj nxënësit kanë me gjithë se më ka zëvendësue, edhe ai histori islame nxënësi jemi, pa e tash edhe ka doktorue Farush Regjepi, më ka zëvendësue, po unë ato veti nuk bësha mu pajtu, qysh buj me nejtë une, e nxënësit mës me pas ditarin. Po të ishit në moshën e rejtë për caktimit të profesionit, duke pasur këtë përvojë që keni, a du të kishit zgjedhur profesion apo detyrë tjetër? Edhe 20 herë më boj ri, ta në herët e kisha vazhdue mësimin ditarin në dorë. Kënaqësia ime ka qenë me madhja me pas ditarin në dorë, edhe s'kom dash me pas pozit, se si ma çdo një pozit, len diçka mongo. Po, e kisha vazhdue prapë. Ju jeni autori edhe i disa librave. Cilat janë ato libra dhe çfarë keni shtjelluar në to? Qëra unë njëherë jem përqendrua në literatura po tekste shkollore. Se thash edhe ma parë nuk ka pas. Nas një lëndë, por në histori hiq. Zotin na ka ndihmua, edhe shok tjerë, se cilët në atë lëndën e vetë kanë bo, e une e kum bo. Për vitin e parë është historia e pejgamberëve mas pari, në 78-ën, që ka qenë si libër komplet i pari, në gjuhën shqipe, 20.000 ekzemplar jenë shkruar brenda vitit, e kum ripatua edhe 2 herë, gjithsejt 40.000 ekzemplar jenë shkruar, jenë shpërnda qasaj libre. E mandej, e kum bo për vitin e dytë, e kum bo Khulefaj Rashidinët, edhe me vit, për 3-tin Abasitet, për të 4-tin i kum përfshi atje Magrebin, Spanjen, edhe ato në Egjiptin, kum përbo luftat kryqtare, se unë i mora librat e shkollave të mesme, 7 kryqëzata, një faqe gjysë i kishin bo, e unë i kum bo 75 faqe, ja u kum kushtue atyne, mandej edhe formimin e shtetit Osman, edhe deri të ardhe përhapja islamit në Kosovë. Po, ku jeni bazuar në nxjerrjen e këtyre librave? Për literaturë, kum pas literaturë arabe, tekste arabe, E keni pas ndonjë bashkëpunëtor tjetër apo vetëm i keni punuar? Jo, vetëm këto i kum bo vetë, e mas jem dalë penzion, e kum shkrua dhe kum bo një vështrim të fraksioneve në islam, të atyne fraksioneve që janë aktive, jo që kanë qenë dikur, po që janë edhe tash. Njerëzit e dyshin që merrna me këto punë, në rrugë pyetshin kur i paishin tashijat e Irakut, ka e rrehen vetin kështu, ose me zinxhir, a janë musliman ata. E që ta më kanë shty, edhe e kum bo. E kum bo dhe është një farë sekti, si ta quj, do Kadianit, apo Ahmedit. Ata thonë e kanë një pejgamber të vetin, ata një farë Mirza Gulam Ahmedi. Ata i kum pa shqiptarët në përëndim ka kalojnë që ata i thonë Gjemati Ahmedi, e dole Gjemati Ahmedi, dole për fesë islam, është ka dush. E atëherë
ja kum bo obligim vetë, isha diçka ty shkruë historinë 4, isha ty shkruë, po nuk së më punu në durët, mo njëherë, pushova, edhe e luta Zotin më dihë, më të bëj diçka, edhe kum gjetë material, e kum bo që ata që e lexojnë që ato, e shkojnë prap atje, e paqin vetën qafë. E përmendët tashmë jeni në penzion dhe dukeni vital, elhamdulillah, me shëndet. A mund të na tregoni si e kaloni kohën, me çfarë mireni? Kohën e kaloj, s'po më del kohë sa kom punë. Çka bën? Po përkthej. Me përpilua s'po më se po duhet shumë me lexua e me marrat mendimin me përpilua, e tash jam duke i përkthye 2 libra, paralel jam të shkua, njënën e kam për biografinë e pejgamberit alayhis salam, edhe një kam për çështjet e muslimanëve në përgjithësi. Në Imaduddin Khalil është një historian i Irakut i fortë, edhe ky një Muhammed Abdul Najjar që ka shkruar, e tash njëna e ka tekstin më të rënd, njëna më të lehtë. Kur jam më i pushueshëm që ato që më i rënd. Kur pushoj, kur lodhan ato, pushoj pak, e marra tjetërën, veç benet asnjëherë jo. Jetoni në Prishtinë me familje? Po, pej 54-shit. Hoxhë nderuar, që të flitet për jetën tuaj dhe për mësimdhënien në përgjithësi, janë të paktë edhe orët të tëra, por ky emision e ka kufizimin e vet dhe minutat jemi në fund të emisionit, por në fund unë dua t'ju pyes se çfarë porosi keni për mësuesit dhe profesorët e sotit. Unë kisha pas një porosi njëherë për ata përgjegjësit e arsimit, t'ja u plotësojnë te diku gjendjen ekonomike që të jenë të kenë një jetë normale, jo në do një farë luksi, po të jenë një jetë normale, e mësuesit të merren edhe profesorët të merren vetëm me mësim e jo mu marrë me diçka tjetër për me mbijetue. Ashtu se ai që mundohet edhe diçka tjetër, atëherë nuk mundet me dhënë kontributin e duhur, e kështu që edhe ata të shkojnë të përgatitur në mësim, se nxon si të heton me njëherë kur si e përgatitur, edhe mos mu lënë zbarastin, se me njëherë si të lërë zbarastin, jo bojnë pyetje, jo që ashtu nuk e ban, nuk mohat edhe ora s'mohat e mirë. Unë kur shkojsha në klasë disha mirë, kur s'janë të përgatitur, fillim se unë ulsha veç të shënojsha orën, janë si po në pyetje profesor. Ani, kur bëj edhe tjetri, thesha kur bje zili, s'dalën pushim veç, ju kallzoj. E kur ai ke zile ta s'veçën moj. Hoxhë nderuar, ishte kënaqësia imja jashtëzakonisht e veçantë që e kisha këtu tek Zëri i Arsyes në PIS TV, një herët edhe më duket sikur minutat shkuan shpejt, u kënaqa që biseduam së bashku. Faleminderit edhe për ju që më keni ftuar. Jo më gatshur çka të keni nevojë kur do çka di çka të muj. Faleminderit, ju dëshirojmë shëndet. Miq të nderuar, ishte ky Hoxhë Bajrush Efendi Ahmeti me cilin biseduam për ditën e mësuesit dhe për rëndësinë e mësimdhënies, ndërsa ne lëm takimin ton javën që vjen dhe do t'ju rikthehemi temave që kanë të bëjnë me shoqërinë dhe gjendjen sociale dhe pikërisht do të flasim për gruan dhe tema do të jetë trashëgimia e femrës. Deri në takimin e radhës, mirëmbëjtje dhe selam aleikum.